Përshëndetje, po filloj mësimin e dytë të gjuhës italiane. Sot do të përqendrohemi në mësimin dhe shqiptimin e gërmës C. Le të fillojmë. Pra, gërma C, kur shoqërohet me zanoret A, O, U, do të shqiptohet si K. Pra, lexojmë K, K, Ku. Kur shoqërohet me zanoret E dhe I, do të lexohet si C. Pra, lexojmë C, Ci. Kur shoqërohet me bashkëtingëlloren H, do të lexohet Ke, Ki. Pra, kujdes. C, Ci, Ke, Ki. Do ta mbajmë mend shumë mirë këtë rregull dhe këtë rregullin këtu, që kur futet H-ja në mes, lexohet K. Le të marrim disa shembuj, që të shikojmë se si aplikohet ky rregull që pam më sipër. Pra, Republika. Republika C. Pse Republika? Sepse si e tha më sipër, C dhe A lexohet K. Republika përkthehet Republik. Cuore. Cuore përkthehet zemër, pra kemi rregullin K dhe U, ku. Kornice. Kornice kemi të dy rregullat, si me K, si dhe me C. Pra, K, O, K dhe C, E, C. Kornice. Biblioteke. Ke. Compagno. Ko. Vicino. Ci. Banchi. Ki. Ky është mësimi për ditën e sotme. Pra, këtë rregull morëm sot. Detyra juaj për të bërë është të gjeni 5 fjalë ku K-ja të lexohet si K dhe 5 fjalë ku C-ja të shqiptohet C. Pra, në qoftë se keni ndonjë pyetje, paqartësi për mësimin ose ndonjë sugjerim, më falni, për mësimin e videove, lërini poshtë te komentet. Në fund, mos harroni të jepni like videos nëse ju pëlqeu dhe të na shkruani te kanali im për më shumë video të tilla. Deri herën tjetër, miru dëgjofshim.